7 ankesa dorëzon në PZAP për rezultate përfundimtare të zgjedhjeve. Lista serbe ankohet pasi KQZ-ja s'ja miratoi listën e kandidatëve e PDK-ja për votat e diasporës. Në rigjykim të akuzuarit për krime lufte Muhamet Ali Demaj, gjykata ja ul dënimin nga 15 në 13 vjet. Ai akuzohet për masakrën e Izbicës ku vran 130 shqiptar. Ish-presidentja Yahya hedh poshtë çdo pretendim që lidh emrin e saj me Epstein, mohon të ketë pasur njohje, takim apo çfarëdo kontakte me të. Izraeli rihap pikalimin e vetëm kufitar pas 2 vjet mbylljeje. Mijëra palestinez shpresojnë të largohen për trajtim mjekësor e shumë të tjerë pritet të kthehen në Gazë. Mirëmbrëma shikues të nderuar. Ankesat e parashtruara ndaj rezultatit përfundimtar kanë shtyrë certifikimin e përrjedhoj edhe konstituimin e kuvendit. Në ditën e fundit të ankesave, në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, subjektet politike janë ankuar për parregullsime vota, për votat e diasporës e për mospërfshirje në rezultatin përfundimtar. 7 ankesa janë dorëzuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pas shpalljes së rezultateve përfundimtare nga KQZ-ja. Prej tyre 2 janë dorëzuar nga kandidati për deputet i PDK-s Bikem Haxhiu. Njëra për përfshirjen e mbi 23.000 pakove të fletvotimeve të ardhura nga jashtë në rezultatin përfundimtar. E tjetra për, siç pretendon Haxhiu, cenim të mandatit të fituar në kuvend. Afatet zgjedhore dhe barazia votës nuk janë rekomandime. Ato garantojnë barazinë e votës dhe besueshmërinë e procesit zgjedhor. Asnjë vendim administrativ i KQZ-s nuk mund të ndryshojë ligjin dhe kushtetutën. Nuk kërkoj privilegj, kërkoj vetëm zbatim të barabartë të ligjit dhe kushtetutës. Mbrojtja e votës së lishme është mbrojtje e demokracisë. 2 ankesa për parregullsime vota janë bërë edhe nga Partia e Re Demokratike e kryesuar nga Emilia Rexhepi. Një ankesë është dorëzuar nga koalicioni PAI-PDAK-LPB e një nga Partia Rome e Bashkuar e Kosovës. E lista serbe është ankuar ndaj vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që në rezultatet përfundimtare të mos përfshi edhe rezultatin e tyre. Në lidhje me vendimin e KQZ-s, të hënën ka reaguar misioni OSBE-s në Kosovë. Misioni thekson nevojën për pajtueshmëri të plotë dhe respektim të standardeve ndërkombëtare zgjedhore, në veçanti publikimin transparent dhe gjithëpërfshirës të rezultateve të zgjedhjeve, si një mjet për të siguruar siguri ligjore dhe trajtim të barabartë për të gjithë garuesit zgjedhor. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka 4 ditë kohë që të vendos për ankesat e pranuara. Ndaj vendimit të PZAP-s, palët brenda 48 orësh mund të ankohen edhe në Gjykatën Supreme, e cila ka kohë 5 ditë të shqyrtojë e të vendosë për ankesat e pranuara. Vetëm pas shqyrtimit të gjitha ankesave në 2 instancat ankimuese, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i hapet rruga për certifikimin e rezultateve, vendim pas të cilit mund të nisë konstituimi i kuvendit e formimi i qeverisë. Për vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos miratuar listën e kandidatëve për deputet të listës serbe ka reaguar edhe ambasada amerikane në Prishtinë. Ka theksuar se ky vendim është në kundërshtim me të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur në mënyrë demokratike përfaqësuesit e tyre. Çdo përpjekje për të shkelur këtë parim bazë minon partneritetin mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë. Hetimet për manipulim të votave nga zgjedhjet e 28 vjetorit janë zgjeruar edhe në komunën e Podujevës. Të hënën prokuroria në Prishtinë ka autorizuar policinë që të grumbullojë provat. Masat e paraburgimit prej 30 ditësh është kërkuar të caktohet ndaj të dyshuarve të Gjakovës e Mitrovicës. 10 të dyshuarit për manipulim votash kanë dalë të hënën para gjykatës në Mitrovicë. Ndaj tyre, prokuroria themelore ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh. Ata janë në mesin e 34 personave të cilët u ndaluan për 48 orë nga prokuroria themelore të dielën për shkak të dyshimeve se kanë manipuluar me rezultatin zgjedhor në Mitrovicën e Jugut, atë të Veriut, në Zveçan, Zubin Potok e Leposaveç.
Për 48 orë është ndaluar edhe një kryesues i KKZ-s në Malishev. Prokuroria themelore në Gjakov ka kërkuar që t'i caktohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Me qenë se në datën e lartësekur nuk ishte siguruar prezenca e një kryesuesi të komisionit, sot me datë 2 shkurt 2026 është siguruar prezenca e tij për intervistim. Pas veprimeve procedurale, prokurori i shtetit ka marrë vendim për ndalimin e tij prej 48 orësh. Prokuroria themelore në Prishtinë ka autorizuar policinë e Kosovës që të mbledh prova lidhur me parregullësitë edhe për komunën e Podujevës. Gjatë këtij procesi ekzistojnë dyshime se janë evidentuar parregullsi, përkatësisht mos përputhje në numrin e votave të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës pas përfundimit të numrimit të votave në komunën e Podujevës. Për manipulim të votave nga zgjedhjet e 28 dhjetorit deri më tani janë mbi 200 persona të dyshuar. Manipulimi i mira votave u bë nga të gjitha subjektet politike që morën pjesë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Provat e siguruara deri më tani kanë treguar se për manipulimin e rezultatit të zgjedhor përveç rishfetit është përdorur edhe kanosja. Gjykata themelore e Prishtinës edhe në rigjykeme ka shpallur fajtor të akuzuarin për krime lufte në Izbic Mohamed Ali Demaj, por për dallim nga gjykimi i parë, Mohamed Ali Demajt i është ulur dënimi nga 15 në 13 vjet burgim. Nga 15 në 13 vjet burgimi është ulur dënimi të pandehurit Mohamed Ali Demaj, i akuzuar për krime lufte në masakrën e Izbicës më 1999. Ali Demaj akuzohet se kishte marrë pjesë bashkë me pjesëtarë të forcave policore në vrasjen e civilëve shqiptar, ku ishin vrarë e masakruar 130 shqiptar. Ky është fajtor se ka kryer vepra penale në bashkëkryer krime të luftës kundër popullsisë civile me dënim burgu në kohë zgjatër prej 13 viteve. Kryetari i trupit gjykues Vesel Ismaili tha se në dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në masën e paraburgimit nga 31 marsi i vitit 2021. Ali Demaj obligohet edhe për shpenzimet e procedurës gjyqësore në shumën prej 200 euro dhe 100 euro të tjera për fondin për kompensimin e viktimave të krimit. Vendimin nuk e mirëpritën familjarët e viktimave. Vendimin na duket shumë i ulët, mirë po gjykata ka marrë vendim edhe çka kena na me thonë për te gjykatës. Nuk mundet më jep për përgjegjësi, as mundet më thonë që si më konën. Sipas akt akuzës, Mohamed Ali Demaj gjatë periudhës kohore 24 mars 1999 deri më 11 qershor 1999, gjatë luftës në Kosovë si pjesëtar i forcave policore dhe ushtarake serbe, së bashku me pjesëtar të tjerë të forcave policore dhe ushtarake serbe, me dhunë i ndajnë gratë e fëmijët dhe dhunshëm i detyrojnë që të shkojnë në drejtim të Shqipërisë. Gjykata themelore në Prishtinë me 12 korrik 2024 e shpalli Mohamed Ali Demajn fajtor dhe e dënoi me 15 vjet burgim për krime lufte gjatë vitit 1999 në Izbic. Ndaj tij u shpall akt gjykim refuzues për dispozitivin e dytë ku ngarkoi për zhvarrosjen e trupave me ekskavator, pasi prokurori Ilir Morina u tërhoq për shkak se nuk ishte arritur të vërtetohet se akuzuari Ali Demaj ka marrë pjesë në zhvarrosjen e viktimave, por gjykata e apelit e ka kthyer rastin në rigjykim. Është deklaruar e pafajshme gruaja e parë akuzuar për krime lufte, Nadica Cvetković, lidhur me akuzën se në rolin e gardianes në Lipjan ka maltretuar në mënyrë njerëzore të burgosurat shqiptare. Në akt akuzën e siguruar nga koha thuhet se Cvetković bashkë me 4 punonjëse të tjera të burgut gjatë kohës së luftës ka keq trajtuar të burgosurat shqiptare deri në alivanosje. Fotografin e shqiptarëve për torturat e maltretimet që i përjetuan nga Nadica Cvetković gjatë viteve 1998-99 në paraleljen për femra të burgut të Prishtinës në Lipjan, këto gra u ballafaquan me të akuzuarën kryesore, këtë të hënë në gjykatën themelore në Prishtinë. Të dëmtuarat e identifikuan gruan e parë të akuzuar për krime lufte, se në rolin e gardianes ka maltretuar në mënyrë njerëzore të burgosurat shqiptare. Pikërisht nga kjo dhe shoqet e saj jemi torturu 24 orë me 0. Torturat kanë qenë nga më të ndryshme. Kemi pasur ndaluara
vizitat, i kemi pas të ndaluara ushqimet, e kemi pas të ndaluar komunikimin në mënyra tjetra, e kemi pas të ndaluar daljen për nevoja fiziologjike që ka qenë kursuar për 16 orë në ditë. Njëjtë si me Blude Saraçi, tortura përjetoi edhe shoqja e saj e burgut Jehona Krasniqi Morina. Ajo tha se gjatë kohës së luftës ishte studente dhe ishte marrë në pyetje në stacionin policor në Prizren rreth aktiviteteve të UÇK-s. Që nga dita arrestimit me 23 maj 1998 deri me 13 nëntor kur kemi dalë ne 3 shoqet e Prizrenit, Beharja dhe Leonora dhe unë, dhe una ka qenë e pandërprerë. Mirë po dhe nga ato që kanë qëndru me Blydja, Fatimja, Gjyka që kanë qenë pas nesh, me cilat kemi kontaktuar dhe pas deri në këto momente, dhe una ka qenë e pandërprerë në mënyrë sistematike çnjerëzore. Ka fy në komsi, shqiptari, ka fy në formën nga matë ndryshmet, ka shtime bo punë që as mashkujt s'u bojnë, duhet me i bojë femrat. Janë mundu me të friksu në format nga më të ndryshmet. Sipas aktakuzës, Epandehura Cvetković ju ka shkaktuar lëndime trupore të burgosurave shqiptare, duke i kanosur seriozisht me jetë dhe si pasojë e rrahjeve të vazhdueshme. Ato kanë pësuar gjendje ankthi e frike. Akuzat e prokurorisë speciale i ka mohuar Epandehura Cvetković. E pafajshme. Në aktakuzë është e përfshirë edhe deklarata